edhe dosjen e Gërdecit do i kishte hapur, do ishte në burg me diju, e duke bërë këto qebenj, këto tallavara, e duke sjell njerëz nga Amerika, e duke shëtitur ditë për ditë me këngëtare, e me sa të tjerë duke blerë vila për të dashurat. Mirë po të kujtohet, ty ja them juve, zonjë zotëri, edhe ju i nderuar gazetar, të kujtohet ajo rrahje që i bëri të spitalit Traumës, Edi Rama, Sali Berishës, shpatullave, natën kur shpërtheu Gërdeci, kjo donte të thoshte që një gjend në këmbë nuk ka për të rënë. Prandaj këto janë dosje të mbyllura me urdhër politik. Asnjë njeri s'u ndeshkua për disa ishin ata janë kot që u ndeshkuan për Gërdecin. Asnjë njeri, akoma dhe sot, pas kaq vitesh, me diu, shetit thash edhe një herë tërë dënjan. Prandaj unë e kuptoj që si dosja e Gërdecit, që ka shkuar dhe është kthyer këtu, ka shkuar në Strasburg, edhe dosja e Peshkepis kanë mbyllje me urdhën politik. Dhe është shumë e vështirë të hapet e Peshkepis. Megjithse të gjithë i shikojmë dhe nuk i ndeshkojmë dot ata që e kanë bërë atë. I shikojmë edhe unë, edhe ti, edhe ju, zonjë zotëri, këtu në Afrin, kudo ku jemi. I shikojmë se kush janë. E dim se kush janë. Mirë po ja që janë disa njerëz atje që për interesin e karrikës së tyre, për interesin e tyre familjar, politik, ekonomik, kanë mbyllur dosjet, i kanë ujdisur gjërat, që të mos hapet dhe të mos dalë, të zbardhet, as çështja e Gërdecit, as çështja e Peshkepis, as sa dosjet e tjera. Nëse do ishit ballë për ballë me kreun e demokratëve Sali Berisha, çfarë do t'i thoshit? Nuk më zgjenjeni. Nuk më keni zgjenjur në asnjë moment. Ç'do thot kjo? Në qoftë se ju do të kishit në qoftë se ju do e kishit njohur baban e Sali Berishës, atëherë do e dinit që Sali Berisha nuk e ka përgjegjë ta shes Shqipërinë për 5 minuta. Dhe një herë po ta përsëris. Në qoftë se me Berishën do takohesha ballë për ballë në zyrë, do i thoja, në asnjë moment nuk më ke zgënjur. Që nga 92 kur të kam votuar, e deri tani kur të kam parë në 94 që kërkoj, që nga 94 kur kërkoj të gjitha pushtetet për vete, në asnjë moment nuk më ke zgënjur. Sepse kush ka njohur baban tën, e din që ti nuk e ke problem ta shesësh Shqipërinë për 5 minuta. Ai që se ka njohur, nuk ka për ta marrë vesh ku. Ramës, çfarë do thoja? Me Edi Ramën. Na ke zgënjur e pare punën, na ke zgënjur në disa dimensione. Vetëm një gjë nuk e kam pritur, domethënë, që të sillje njerëzit më të degraduar, më të paaftë, në pushtet se kam pritur. Por, edhe këtë tjetrën, të vish në pushtet me autobusin Mavi, siç ka ardhur në 2013, dhe të shëtisësh gjithë të pjesën tjetër të jetës tënde politike me charter, e të zhitësh në luks siç janë zhitur kolegët e tu, këtë nuk ka shqiptar që ta pranoj e para, që ta pranojnë, ndoshta s'kemi mundësi të bëjmë gjë, por edhe po s'u hakmorëm ne, Zoti ka për të hakmarrë, atë se na ke gënjur në mënyrën më të poshtër. Kur vjen me një autobus Mavi për të bërë ato, për të ardhur në pushtet, dhe rrin, me fluturon, me udhëton, me avion, me charter, me të katër anë të botës, sa po të vish në pushtet, e bën dasma tjetri në kala, pa punuar asnjë ditë, kjo ka bërë dhaki vetëm me ty. Paq jenë tënde, paq fytyrën tënde. Shqipëria këto s'ka për t'i harruar kohë. Për të hakmarrë s'kemi, se s'kemi ndërmend të hakmerremi me ty, jo. Të hakmerresh me ty dhe me Sali Berishën është mundimi kotë. Nuk e meriton ju të hakmarrjen. As urrejtjen tonë. I njërimin tonë, meritoni, atë do e keni. Pështymën tonë nga distanca. A është munduar ndonjë nga partitë politike që t'ju rekrutoj apo t'ju përfshi në radhët e saj? Në radhët e saj nuk është munduar, por Kreshnik Osmani me partia Dheu, me qenë se i dhash firmën, atje në qendër ma ka përmendur që të me fusten, ma kanë përmendur që të isha pjesë e listave për deputet. E kam kundërshtuar
duke i thënë që unë nuk dua të jem antar partije. Kjo është, po si deputet i pavarur, s'ka mundësi t'je shikon për një intervistë, jam duke u përpjekur për atë dhe jam duke marrë lek bojë. Jo ti përballojë unë shumat marramendëse që duhet për konkuruar përballë këtyre përbindërshve që kanë afër tyre oligarkë, mallorë, atje miliardë lekë. Pasi unë i dhash firmën atij, ky kishte shkuar dhe kishte bërë atje firmën, se donte firmë për të futur në fushat zgjedhore. Edhe pasi bëri atë propozimin për mua dhe punshtova unë, kishte shkuar dhe kishte bërë negociata me Berishën. Dhe unë i them se kam folur randon atje, duke etiketuar me emrat më të keqinj. Po si shkon dhe bën ti me firmën time marrëveshje me Berishën, kur Berisha është me Beleri. Pastaj ka folur ai llafet nga më të rënda, që nuk thuhet tani, se s'është mirë, është edhe darkë. E keqja nuk është aty, as se më bëri mua, as se bëri kështu, as të gjithë atje. Unë kam kërkuar tërheqjen se do tërheq firmën nga gjykata e Tiranës, kam vajtur atje, do përpilohet një dokument, sapo të kem unë rrezinë ekonomike, dhe do e tërheqet e firmën që mos ta kem të ardhmen atje. Siç kam tërhequr, jam tërhequr nga kandidatura, si se kam planuar kandidaturën për të qenë kandidat për deputet. Ky ka bërë një debat atje me Berishën në lidhje me Belerin. Pse Belerin nuk e lën? E kuptoni? Pra ky është debati themelor. Pse nuk e lëshon Belerin? Dhe Berisha i ka dhënë një arsyetim. Këtë arsyetim ai nuk e ka ndarë me publikun. Dhe ky është që na lodh neve. Se nëse unë, ju dhe shumë të tjerë do e dini mënyrën se si ka argumentuar gjithë këtë lidhje kaq të shtrenjtë Sali Berisha me Belerin, ne do dini të orientohemi ndryshe. Mirë, po kjo ka dy kuptime. E pare punës, neve na dëmton si kombë, sepse të vesh për shembull, ta vesh në peshë, të bësh me një anë, e të nxjerrësh matan, të nxjerrësh jashtë përdorimit, s'ka ato, të nxjerrësh Ibsen e Lezin dhe të mbash Alfred Belerin, kjo është rënd. Njëra. Ana tjetër, po mirë more i them unë more, se i thash një liga vetë politike sa të tjera. Po si guxove ti të mos na e bësh neve publike këtë? Kur ai bëri zgjedhjen midis teje si Kreshnik Osmani, ai thot jam dhe ekspert i sigurisë kombëtare. Më kujdi unë, i marrëdhënieve ndërkombëtare. Midis Kreshnik Osmanit dhe Alfred Belerit, ai pranoi me vetdijet e plot Sali Berisha të mbajë Alfred Belerin dhe ta lëshoi Kreshnik Osmanin. Vetëm për këtë nënvlerësim, vetëm për këtë nënçmim. Duhet që ta kishte bërë publike atë që i ka thënë, jo tha unë atë se bëj publike. Prandaj kam reaguar unë kështu. Po desh Zoti televiz nga vendi, se Zoti është i madh dhe i bën të gjitha. Desh Zoti dhe unë nuk e pranova kërkesën, se sot nuk do isha duke folur në Skype me ju, nuk do më kishe intervistuar. Hajde më rëdi legërë, do kishe thënë, se hodhe një dy kokraveza atje legenje dhe të si të tjeri. Shiko si u bere, mirë po, dhe është Zoti me ndihmoj, edhe po donë, me vonë, do të qëj, o në esër, do të qëj me WhatsApp ose me Messenger, do të qëj edhe kërkesën që më ka ardhur për të më përfshirë në listat për deputet.